Regull, ti më tepër. Tani, duke dëgjuar këtë gjë, prandaj dhe mekanizmi, po ta vësh re, ndron. Pra sot që një mekanizm tjetër. Që një mekanizm tjetër sot. U morën 4 vajza, andej dhe 4 vajza këtej, për të shpëtuar njëri. Grupi këtej nuk ra dakord. Pse mendon diska në dakord? S'ka në dakord, sepse kishin opinionet kundërta. Po grupi andej pse ra dakord? Doja të shpëtoje... Po pse më thot Lori që do të shpëtoje Jozi? Po s'ka rënë dakord pra grupi andej. Laertin, ishin 3 vota për Laertin, S'ka rënë dakord. Ola ishte për Jozi. A ke marrë ato për stomakun? S'ka rënë dakord, ato donin t'ja jepin Nardos te i Për stomakun të thash, more. Për Është gjitha skem Jo pra, po të them edhe një, po të them fakte. Nuk janë marrë vesh në njëri tjetri. Po pra, grupi këtej ra dakord, shpëtoj një njeri. Grupi andej nuk ra dakord. Në grupin andej duro, pse s'ti gjo kur të flasin, mo? Po pra, mos e Jam merë i alteruar. Qarje? Jam i alteruar. Që do me thunë? Jam i alteruar se janë njerëzit me cilët jam i gjindosur. Janë njerëz me cilët jam i alteruar për këtë fakt që janë njerëz me cilët unë kam darë më shumë kohë dhe ma bëjnë këtë gjë. Po pa the këtë është herë 9 që ma thua. Tani më dëgjoj për këtë jam. Se po ma thua që të dëgjosh mendimin tim apo thjesht ta dëgjoj. Po të dëgjoj. Të lutem. Grupi këtej ra dakord, shpëtoj Kellin. Dhe zakonisht kur shpëtohet dikush, shpëtohet s'ka në raport fare me Kellin. O zot, duro, shpëtohet dikush, nga sa kam kuptuar unë, që rrezikon. Patjetër. Prandaj thua ta shpëtojmë dikë që rrezikon. Atëre, grupi nga krau tjetër kishte një veçori. Kanë më mirë ata sa ta kemë bërë. Grupi nga krau tjetër ka një veçori. Në atë grup ishte Valbona që jam unë bashkë me të një lojtar që mësuam sot. Po. Atëre, thot Valbona, unë do të shpëja Laertin. Kushto do të shpëja Laertin, do të thot veten dhe Laertin, pra një lojtar. Unë nuk e dija që do shpëtoja edhe veten, sepse mendoja që ishin vetëm çunat, Jo, jemi një lojtar, u sqarua. Ne jemi një lojtar. Me nominim në Po fakti që më nxorën aty. Po, tani e kuptova. Je një lojtar, po të tani e kuptova, e tha, jeni një lojtar. Për një kohë të papërcaktuar.